ka qenë nga Shqipëria, Hysa Medin Fere, një përmuesi, një komunist i thuaj. Kujtohet vitin 2 ose 3, një mentor i qeverisë së tashme, ka qenë nga Shqipëria, Hysa Medin Fere, një përmuesi, një komunist i thuaj. Vazhdon të jetë i tillë. Po, ka ardhur kështu, ka pasur departamenti, na jep të një lonë, po krejtësisht ka qenë me idetë e sistemit komunist. Me thonë shumë teorik, shumë i thatë asire, dhe nuk mundeshim me funksionu sepse ishim mësuar ndryshe me këta profesorët tuaj, dhe si një udhëheqës i asociacionit e kam marrë iniciativën dhe në bashkëpunim me tjetër e kemi largu. Do thonë e kemi largu se nuk funksiononte me sistemin tonë. Ai kishte krejt ide ndryshe të mësimdhënies, ne kishim krejt ide ndryshe dhe e kemi largu. Po, ndëgju tash sa je këtu, ta merr pasaportën, i urdhëron policinë ta merr pasaportën. Unë për këta njerëz sigurisht regjimin Albin Kurti e ka një këshilltar i cili nuk i ka njoft para disa viteve, jo shumë larg nga sot, nuk i ka njoft vitet 2000 se si funksionon sistemi evropian i vlerësimit, i notimit, i ligjërimit edhe tash nuk im ka duhen. Domthonjë që u kon shumë natyrisht duke qenë që ju ka mbivendosur Marksi, Engjelsi, Lenini, Stalini. Do të thonë ka qenë jashtë modelit për faktin se ai kurrë ndoshta nuk i ka rënë me shku në universitet huj. Por jashtimisht në Universitetin e Tiranës, këtu që e sjellën në atë kohë, nuk besoj që ai ka shku në Universitet Evropian me po se si funksionon mënyra e ligjërimit atje, dhe nuk ka zgjuar për të madhe, domethënë se ai ka ardhur me çat sistem, me çat mentalitet, por për neve nuk ka qenë kompatibil, nuk ka qenë i përputhshëm. Edhe studentat kishin vështirësi me ato në komunikim, edhe mënyra e komunikimit ka qenë tamam sistem rigjid, domethënë për dallim për profesorët që ne nuk i kemi pas vetëm profesora, po kemi qenë në thojza thënë si shok, ma ato ka qenë jashtëzakonisht e vështirë. Ai ka qenë shumë tamam sistem, po flas sistemin ish komunist. Thonë profesori duhet të jetë këtu, studenti duhet të jetë, s'ka komunikim direkt. Vinte vetëm ku ishin ligjërata, domethënë ka qenë komplet jashtë mënyrës së ligjit. Prandaj u detyruam që ta largojmë atë, e sillën një tjetër. Nuk e di tash si kush ka ardhur, kishte këtë ndryshe, domethënë funksionon të ndryshe. Ne kemi pas për shembull Zinula Gruden, ish ambasador në Jugosllavi, drejtën ndërkombëtare që jepte, ka qenë edhe ai ka qenë i asaj shkolle, po ka qenë krejt ndryshe mënyra e ligjërimit tina. Ka qenë Zinula Gruda nuk ka qenë vetëm profesor, ka qenë edhe një aktor. Kush e një, e ka pas që ka qenë aktor në mënyrën e ligjërimit, për faktin se ai ka pas atë përvojën personale në diplomacinë drejt ndërkombëtare, ka qenë shumë i mirë në shpjegim, po ka qenë aktor mënyra si ta shpjegonte, ti të bënte me kuptu.